Por me këti që ka ndodhur me këtë bashkinë tonë, është një gjë për masakrim për këtë fshat. Se këtë fshat me bletorin dhe me bujqësin merë. Tani unë jam fermer. Kam në 20 krop aty, shtyre me gjithë plakës e djalin që e kisha, mjë kërcënua bashkiaku, ikuaj. Si më ta kërcënuan? Si e kërcënuan? Ja të ta them edhe si e kërcënuan. Që ka ik djali jashtë se ta kërcënuan? Po, e kërcënoi bashkiaku. Kush bashkiaku? Bashkiaku Jersekës. Ky që është kryetar bashkia? Është e rëndë kjo? Do isha t'i thosh fjalë, po nuk do t'i them se i thash dje dhe të mos i po është e dokumentuar kjo që është kërcënuar? E ka të dokumentuar si? A do të argumentoj unë tani se kam gjerat vetëm realitetin, nuk është e rëndë të tani ajo ishte këtu dhe kam ca vegla sa lop unë edhe punonte këtu. Tani një ditë prej ditës siç na mblodhi këtu, erdhi dhe na mblodhi kryetari. Kryeplaku na mblodhi se do vi kryetari bashkisë. Po. Tani ku e di që djali tim është me shkollë dhe zhben, ngrije djali dhe thot tani vetëm për problemet e fshatit, Këto që thatë ju? Për problemet e fshatit, për kanalizime, sa ju erdhi për panelet. Po. Tani thot djali ore. Do me thënë ai ka ardhi u ka mbledh për panele juve? Erdhi për panelet. Po ka, goxha mua mos ka unë. Po kish ardhu këtu. Edhe tani krye plaku thot të mblidheni se do vi për panele. Edhe i thot ai, unë do kam ndërmend që të bëjnë panele këtu. I thot djali, këtu në këtë fshat nuk dohen panele. Këtu në këtë fshat duhen kanalizimet me ndesh se këtu dalin ujërat e zeza, dalin në rrugë. Po. Ose se i tha kështu i tha, dëgjoj tha. Sa ti mund kryetar bashkie tha, firma ime jeta jote. Do ta them para këtyre burrave këtu dhe gravave. Firma ime jeta jote. Dhe me kësë të lëshoj firmën unë që të dhe zar puna ai. A ju tha, unë ta bëhet i mund kokë, ta dhe unë kërsa sejti. Faleminderit juve për... Qa thuan? Për emisionin që erdhët e zhvillua të në fshatin Shina. Këto që them unë janë realitet edhe pyet këto dhe ata fshatar që ishin, ka thënë këtë fjalë edhe djali ja bërin në kokët ati bashkiakut, ati ajduti se të t'i them ajdut tani. Sa ju në për spak edhe pardia ishte në spak. E vodhi kolonjën tërë. Ju e keni quar në spak, apo e kush e quaj në spak atë? Apo e ka marrë vetë spaku për sipër? Nuk e quam le. Ore, nuk e quam le. A ju e qoj vetja e ti që e vodhi kolonjën tërë. Unë